Prania e dukurisë së korrupsionit tashmë vërehet edhe në sektorin e arsimit në vendin tonë, veçanërisht gjatë sezonit të provimeve. Pas denuncimit të këtij fenomeni vetëm një ditë më parë në emisionin Info Plus nga qytetarët, kjo pohohet dhe pranohet edhe nga veç studentët, të cilët për të marrë një vlerësim kalues, një vlerësim më të mirë për të kaluar provimin e një lënde apo për të përfunduar ndonjë shërbim tjetër që i hyn në punë studentit, duhet të paguajnë rishfete. Ndër fakultetet më të korruptuara, studentët rëndisin ato të drejtësisë, ekonomikut dhe mjekësisë, të cilat përbëjnë edhe degët më të vështira dhe të frekuentuara. Po, shumë bile. Po për juve? Po. Mendoj që ka korrupsion. Cilat mendoni se janë degët? Nuk flasim për Shkodrën, flasim në tërësi në Shqipëri, në të cilat është më i pranishëm korrupsioni. Por mendoj që janë juridiku, ekonomiku, që kanë më shumë korrupsion. Janë pedagogët të cilët impunojnë apo studentët që e shohin si një zgjidhje më të lehtë dhënien e parave në kombinatës? Edhe studentët e kanë si më të lehtë me allajnë lekt, po edhe pedagogët nuk ka se. Për të dyja, sepse shumë studenta mendojnë me marrë sa më lehtë, mendoj, edhe paguajnë, e kanë domethënë më thjeshtë se sa më lodh. Mendoj se ka. Korrupsion normal që ka. Sinqerisht po. Sepse unë kam dëgjuar shpesh shokët e mi që më kanë thënë kam marrë provim me 200 euro, 100 euro, madje janë shumë të kushtueshëm, me thënë drejtën, por gjithsesi varet vetë nga personi, nuk është vetë, domethënë nëse unë dal me gjitha provimet që kanë bërë sakta dhe prapë nuk më janë çujt, kjo është vetë faji i pedagogut. Njëkohësisht është edhe faji jo që s'kena lek me u pagu. Korrupsion ka, do të ketë gjithë jetën. Pavarësisht denuncimeve të qytetarëve dhe studentëve, korrupsioni vazhdon të mbetet një e keqe të cilës tani më as arsimi nuk i shpëton dot.